rikëthyet, jemi në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit, shojmë pak së bashku recetën që do të gatuajmë tani. Kemi përgatitur më herët një tavë me presh me oriz, po ashtu edhe pica në kushtet e shtëpis, ndryshe pak nga çfarë kemi përgatitur më herët. Papare me energjik. Jo, kemi bazin. Bazin do gatuajmë tani. Elëm paparen për më vonë pra të Elëm pak më vonë me energjik, me erza të forta dhe aroma të këndshme që japin gatimeve shije fantastike. Bazina, nga vjen nga kjo recetë? Receta është e të gjithë trevave. Bazin. Është papare, është Qamarokja jonë. Bazin me krip, 2 gota ujë, 1 gotë miell misri, 4 lugë gjelle i gjalp të tretur, krip sipas dëshirës dhe do të serviret me lakër arme ose me djath të grirë dhe me pak vaj ulliri sipër. Tani po i bëja një shenjë, po i pyesja që çfarë është bazina? Është recetë e të gjitha zonave e traditës tonë. Ne shohim tani me mënyrën se si e përgatisim. Para ti solla. Urdhëro, ka të hapin tënde. Tak. Pema është kujdesur që të na sjellit të gjitha llojet ushqisë që përdorin më shumë familjet tona. Këtu kemi tranguj, ushi. Kemi edhe këtë përzierjen fantastike, sallatë mikse me karrota, domate, jeshile, spec, lule lakër, tranguj, lakër, krip dhe me të gjithë elementet që duhen për t'i fermentuar perimet. Në çdo gatim do të shkojë mjaftueshëm një përmirësim i bakterieve të mira të zorës, rritjes së tyre, duke i kthyer ato në probiotik të shëndetshëm, se themi ne, një nga ushqimet më të shëndetshme janë probiotikët për funksionimin më të mirë. Kishte edhe të tjera, ke panxharin, ke specin djeks, ke specin djeks. Kush bën gabime pam me specin djeks? Ai vari që është i pari, panxhari i dyti dhe trangujt, të cilat janë si kur i kemi përgatitur, gatuar në shtëpinë tonë. Atëherë, shova pak. Çfarë është kjo bazina, më shpjego pak? Po është kaçamaku. Si tip kaçamaku? Janë varet emërtimit që jep sipas zonave. Çdo zonë. Unë dashur të bazin sepse është e veriut dhe është e Kosovës më tepër. Bukur. Atëherë, këto qumë është ujë, si të dëshironi ju. Pra unë edhe ujë, sepse faktikisht kjo ka ardhur nga varfëria ekonomike. Qatë bërin nënat, pra fillimisht është gatuar me ujë. Merrni kallamoqin, tak, e kalonin në... Ne nuk na mungojnë shumë, se kemi lufrën këtu, kështu që do ta përdorim për bazinën tonë, edhe si të thamë. Mielin. Pse të shoj mielin unë? Po jo, nuk do të shoj mielin. Shtoj pak gjallë. Shoj mielin unë. Shtoj gjalpin fillim fare. Ja, të mas gjalpi shtoj. Por, që themi gjithmonë, që nuk qëndrojmë pa thënë por, normal që më pëlqen që të shtoj apë dhe vajnë. Dojë ndyrdo, sepse miell është i shkreti, s'ka asgjë tjetër përveç miellit. Do të shtoj kripën. Shto, tha, por duhet të limitoj pak nxehtësinë. Ul nxehtësinë. Të mos kur të shtojmë miellin. Pak fare piper të bluar. Nike të lutem, djathin, më hap të lutem. Dhe, avash. Dhe ashtu është nga fundi që të tretet edhe të mbaja të trajtën kremoze. Pra shija e përmirësuar me djathin, me pak krip, erza që mund t'i shtojmë, shtuar pak krip thash sepse kanë dhe turshit. Po aq edhe djathi. Dhe ja, do të trazohet dhe ne do të presim derisa të bëhet një masë e ngurtësuar, lehtësisht e shkëputshme nga tigani. Një masë që nuk ngjit. Po.
Duhet të razuar, përzierje që të mos shpejta, të razim të shpejt. kokrizohet, po. Dhe normalisht, të pasur pak edhe sodon këtu që... Ja. Përzierje të shpejta, derisa të krijon të rrafët, sikur se bëjmë në kurrent. Derisa... Presim pak, ndërkohë unë po hap cilën tushi do përdorim. Marrim të me lakër, apo mjafton? Edhe kjo me tranguj du t'i shkoj shumë, e vendosim të Mjafton, sipër, ose të bëjmë dy kaloj- servirje, si të duash. Të kaloj pak në sit, më merr një sit, vetëm thjesht një sit dua. Po. Sepse kjo është shija. Ndryshe nuk ka shije. Derisa kjo mas bëhet pak sa, pra pak më të moderuar, shumë pak prap yndyr, që mua të më dali yndyra në sipërfaqe dhe të jetë velute. Ja, të presim se di këto recita kanë pak nevojë për punë mekanike, derisa të dalin edhe të marrim rezultatin që duhet. Pak fara speci, jep atë lezetin e vet, shkon dhe me Derisa tushit. masa të jetë kjo, ja. Kjo. As mos ngjitet, Po. por dhe të jetë e tillë, e fik. Të krijon fuskalet e mëdha, frutkat e mëdhaja. Ja, e tillë. Kjo do të thotë që jam gati. Kam unë nxehtësinë dhe prandaj ja, kjo duhet. Është gati për ta konsumuar. Thjesht do t'i shtojmë tushit sipër dhe kemi shkuar shumë larg me këtë recetë. Shumë kohë më parë, që kjo përgatitej dhe pse jo dhe në ditët e sotme sjellim për me një vend tani për tushit. Kësaj për shembull në sipërfaqe mund t'i shtohet edhe në një çik piper, apo piper i kuq i djegur, apo se e afron shijen atë. Jo, në raste të tjera, sot e kemi zgjedhur. S'di këtë hap tani. Të dyja e të dyja janë. Këtë duash ti, çfarë të duash ti? Okej, po hapim këtë që të japim pak ngjyra Jam unë mamadhia. Kamerat mos bëj zhurmë shumë, po është një nga mënyrat më të thjeshta, më të lehta për hapjen e kavanozëve. Një sekond të marrë një enë. Duhet ta kishe sjellë enën se mora 2 rjeta. S'ka gjë. Atëherë, meqense e ke marrë këtë enën, marrim këtë rjetën e madhe. Dhe ja një racion plot me probiotik nga turshit pema. Turshit sipër pakës vaj ulliri pema dhe ja si e sollëm këtë recetë të bazinës. E shohim pak dhe përmbledh tazi me produktet që ju duhen për përgatitje, ndërkohë Albana kuron pak për ngjyrat dhe duke ashtuar karotat, pse aty kishte edhe kastraveca, andaj zgjodha atë më mirë, që ti ketë të gjitha, edhe kastravecën tushi, edhe lakën tushi, Nuk dyshoj fare në zgjedhjen tënde. edhe karotat, Fare nuk dyshoj. pas ka dhe speca, kështu që i ka të gjitha aty, të gjitha në një. 2-3 fije majdanozi i kam parë. Është në rregull. Do t'i sjellim, do t'i servirim tani, po dua të di a është pikur pjesa e brumit. Jo më mirë që nga.